Mirë se erdhët, ja ku takojmë sërish me Reze Dielli, në studio jam me psikologen Elda Ruçi, do të flasim për një tematik, në fakt kemi përgatitur 5 pyetje tipike të cilat nuk i bëjmë shpesh në çift, dihet që çelësi i komunikimit në çift është toleranca, është të dëgjosh tjetrin dhe të flasësh. Mirë se erdhe Elda, kënaqësi që jam këtu. Kënaqësi që jam e ftuar tek ju. Të ndodh shpesh besoj ti je mes çifteve, edhe pse kjo kultura e terapisë në çift në vendin tonë është ende nuk është prapër ende siç duhet, siç është në vendet europiane ose në Shtetet Bashkuara që terapia në çift është një zgjidhje midis çiftit. Pjesa më e madhe e shqiptarëve në çift preferojnë të neglizhojnë terapinë kur njëri nga partnerët kërkon që të flasë me psikologun, të shprehet, partneri tjetër preferon ta neglizhojë këtë gjë, i duket si për shembull, meshkujt e kanë më tepër meshkujt e kanë më të vështirë, e kanë më të vështirë të hapen, të shprehin me psikologun, ose ku bëhet terapia në çift ku janë të dy të pranishëm. Disa preferojnë të jenë manipulues, nuk mund të jenë 100% vetvetja, por mënyra më e mirë është të bëjmë terapi të ndara në seancat e para për të parë ku qëndrojnë partnerët problemet midis tyre, dhe në momentin ku e pyet nëse janë të sigurt ose dëshirojnë të ndajnë në shqetësimet që kanë midis çiftit, terapinë në çift, atëherë po është gjë e rrallë kjo, domethënë që të jenë 100% vetvetja. Është e shëndetshme terapia? Çfarë sjell terapia në çift? Si duhet çiftet të bëjnë një terapi te psikologu, siç themi në gjuhën popullore, të zbarzin barkun dhe pastaj të marrin këshillat e dura për të përmirësuar marrëdhënien e tyre? Atëherë terapia në çift i ndihmon shumë çiftet sepse mund të lindin dyshime për gjëra që nuk janë. Dhe mund të fillojnë, domethënë, fillon distancimi emocional, mund të dyshosh për diçka ose kur gjatë gjithë kohës partnerët ja vënë në dukje zhgënjime kuptimin që diçka po e shqetëson dhe e neglizhon ndjesinë emocionale të partnerit dhe kjo fillon zhgënjimi dhe distancimi emocional. Prandaj çiftet duhet në moment që nuk gjen një gjuhë të përbashkët ose një komunikim të mirë kuptimi njëri tjetrin, atëherë terapia në çift është zgjidhja më e mirë. Mos e neglizhoni, pra nuk është tabu, nuk është absolutisht turp të kërkosh ndihmë për të përmirësuar martesën që në ditët e sotme në kohët moderne nuk të thotë se është aq e thjeshtë me gjithë statistikat që janë të jetu. Ndërkohë, Elda, kemi 5 pyetje, të cilat i kemi shkruar, do t'i marrim një nga një dhe për secilën do t'i japim një përgjigje të koncentruar. Fillojmë me pyetjen e parë, që kemi zgjedhur 5 pyetje që çiftet kanë turp t'i bëjnë me njëri tjetrin në marrëdhëniet e tyre intime. A është normale të mos kesh dëshirë gjithmonë për marrëdhënie intime, për sa kohë mund të quhet normale dhe kur duhet të shqetësohemi? Atëherë, normale do të quajë në kuptimi kur njëri nga normale do të quajë kur njëri nga partnerët do të kishte ankth, stres, ose është i rënduar nga gjendja psikologjike ose nga gjendja emocionale, nga puna, por shqetësuese duhet të jetë kur bëhet refuzim i vazhdueshëm nga njëri nga partnerët. Dhe në këtë rast do të ngreja alarm të ta quaja, kur është refuzimi i vazhdueshëm dhe është si diçka kronike. Por ndodh, domethënë që çfarë tregon kjo? Tregon që mund të një tradhti apo mund të lindin një tradhti, mund të lindin bie dëshira, bie emocioni, nuk janë ndjesit më si më përpara. Dhe kjo këshilla më e mirë do të ishte që çiftet të gjejnë më shumë kohë me njëri tjetrin kur shikojnë që diçka nuk po shkon midis tyre dhe të gjejnë një komunikim të përbashkët të shprehen për shqetësimin që ato kanë. Dhe t'i drejtojnë pyetje njëri tjetrit. T'i drejtojnë pyetje për të marrin edhe përgjigjen, mos i mbajnë për vete. Kalojmë tek pyetja e dytë për psikologen tonë, në lidhje gjithmonë me marrëdhëniet, ju bëni gati të tretën, a është normale të kontrollosh telefonin e partnerit dhe si duhet ruajtur kufiri mes pasigurisë dhe kontrollit? Atëherë, kontrolli i telefonit tek partneri ose tek partnerja mund të lindë tek ato persona të cilët mund të kenë pasur një zhgënjim ose një tradhti ose një krizë midis martesës ose lidhjes. Dhe për të vendosur kufi është që partneri ose partnerja të mos lënë dyshim që diçka nuk po shkon midis tyre, do të kenë besim tek njëri tjetri. Pyetja e tretë. Cila është pyetja e tretë? A mund ta duash partnerin, por të mos kesh tërheqje? I bie tërheqje fizike i bie. Po, tërheqje fizike. Atëherë, një martesë, një lidhje ose një dashuri ose një bashkëjetesë e mban dashuria, nuk e mban tërheqja, sepse tërheqja është diçka fizike dhe psikologjike, ose si ta quajmë janë nevojat biologjike për çdo person. Dashuria është ajo që e mban një martesë dhe një lidhje sa më të gjatë, sepse dashuria është një bekim, kur është e sinqertë dhe nuk ka zhgënjime midis tyre. Kjo është shumë e rëndësishme për t'u theksuar, ndërkohë vazhdojmë tek pyetja e radhës,
edhe përgjigjet i marrim të plota, të shkurtra, është normale, të mendosh për dikë tjetër gjatë një marrëdhënie intime me partnerin apo me partneren. Kjo nuk është diçka normale, sepse nëse arrin të një mendimi i tillë gjatë një martese, atëherë është një tradhti psikologjike dhe një tradhti fizike ta quash. Nuk mund ta quash, mund ta konceptosh me një dashuri. Të ka ndodhur në terapi, në konsulta? Po, ka ndodhur në konsulta që ka menduar, ka thënë që jam me partnerin, por mendoj dikë tjetër. Dhe kjo nuk është diçka normale. Nuk do ta quaja, domethënë, nuk kam dashuri për partnerin apo për partnerën nëse je gjatë një marrëdhënie me partnerin dhe mendon dikë tjetër. Kjo nuk është një dashuri, është thjesht një obligim mund ta quash. Më tepër të ndodh të kesh terapi në çift apo vin gratë më shumë ato që i drejtohen psikologut? Tek meshkujt i shoh më të tërhequr. Ka dhe nuk e pranojnë që të shkojnë të kenë konsulta ose ka dhe meshkuj që dëgjoj, të dyja gjinit mund të vinë, por ideja është mos e di partneri ose partnera, por pikë pyetjet që ato kanë në mendjen e tyre. Dhe kanë ardhur të dyja gjinit kanë ardhur. Nuk mund të them ka ardhur gjinia femërore apo gjinia mashkullore, të dy kanë ardhur dhe kanë pasur ato pikë pyetjet e tyre në mendje, të cilat siç ishte një pyetje që u shfaq pak përpara. E kuptoj. Tani, meqense, bëm një rezume të gjitha pyetjeve. Pse kemi turp të diskutojmë me partnerin? Domethënë, kur do ta kuptojmë ne që ky komunikim ka çeduar pak? Është jeta patjetër jeta frenetike, koha që nuk kalojmë me njëri tjetrin, punët, ka partnerë të cilët punojnë 2 punë, 3 punë turnë natës, nuk shifen me njëri tjetrin. Si duhet gjetur ky çelës, gjuhë e përbashkët me njëri tjetrin? Nëse është një partner ose një partnere që të kritikon gjatë gjithë kohës dhe nuk të lejon të shprehësh dëshirat e tua, gjithçka fillon me dëshira, domethënë, ose si e kalove ditën, që është pika kryesore, si e kalove ditën, domethënë, të bisedosh për ëndrat, për dëshirat që ke. Dhe nëse nuk arrin të gjesh kyçin ose mirëkuptimin në këto bazat që janë kyç në jetën e përditshme, atëherë fillon tërheqja, nuk ke më dëshirë të bisedosh me partnerin ose me partnerin kur shikon që kritikohesh, nuk vlerësohesh ose nuk të suporton në idenë ose në ëndra që ti ke, sido që të jetë ajo ka sukses apo nuk ka sukses ëndra apo dëshira për personin, dhe fillon distancim emocional dhe nga kjo gjë fillon të kërkoj një ngrohtësi shpirtërore, diku tjetër, në një person që ta mirëkuptoj dhe jo ta gjykoj. E kuptova. Ishte një studim, me qenë se jemi dhe në fund, një studim i fundit që tregonte që gratë të cilat bëjnë shumë punë shtëpie nuk kanë dëshirë për marrëdhënie intime. Si duhet ta rregullojnë këtë në marrëdhënien e tyre çifte dhe sa qëndron kjo? Pra kishin libido të ulët, ishte bërë një anketë, ishte një studim i zgjeruar ndër gra edhe të moshave të ndryshme. Po, pjesa më e madhe e firmave që gjen veten tek kjo pyetje që sapo ju bët, do të ishte të flisni me një psikolog ose me një psikologe që të merrnin këshillën e dur ose të flisni me partnerin që diçka po e shqetëson, domethënë të kërkonin një ndihmë dhe jo ta anashkalonin këtë pjesë, sepse pjesa të ndenjurit në shtëpi nuk është e mirë për askënd, është një gjë ndërnduar emocionale, sepse është një horizont i mbyllur kur fillon të humbasësh dëshirën dhe interesin për çdo lloj gjëje. Ose ti bjen shkurt, ti ftojmë partnerin për ta ndihmuar tek punët e shtëpisë, ti bëjnë bashkë. Po, do kalojmë shumë kohë bashkë. Elda, të falenderoj shumë, të uroj ditë të mbar. Faleminderit dhe ju, nesër do të jetë një ditë feste, siç është ajo e Bajramit, me të ftuar me besimtarë, të cilët sot kanë ditën e fundit të agjërimit, kështu që uroj të jetë këtë një muaj i thjeshtë, i lehtë për ju dhe të keni një agjërim të pranuar. Si shihemi nesër me Reze Dielli, kalofshi bukur.